Zonja dhe zotërin, përshëndetje, unë jam Thimi Samargjiu, ky është Euro News Albania, do të jemi bashkë deri në orën 15 për cilët ky është zhvillimet më të fundit. Dhe nisim njëherë me raportin më të fundit të Freedom House, ku Kosova dhe Shqipëria vijojnë të klasifikohen si vende pjesërisht të lira në raportin më të fundit vjetor të organizatës Freedom House me sedinë në Washington. Sipas publikimit të 19 marsit, Shqipëria ka shënuar përmirësime të lehta në indeksin liria në botë 2026, duke arritur 69 pikë nga 100, ose një pikë më shumë krahasuar me një vit më parë. Në raport theksohet se sistemi gjyqësor në vend ka dhënë vendime që dëshmojnë një nivel pavarësie, ndonse është përballur me presionet vazhdueshme politike. Megjithatë, zhvillimet politike gjatë vitit të kaluar kanë ndikuar në ecurinë e reformës. Dhe për të folur për këtë zhvillim dhe shumë tjera kam kënaqësi të kem Mentor Kikin. Mentor, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që u bashkove. Përshëndetje, kënaqësi për mua. Mentor, pjesërisht e lirë, vijojmë të mbetemi, vend pjesërisht e lirë sipas Freedom House, apo nuk ka nevojë na thot Freedom House sepse ne e jetojmë çdo ditë dhe dimë më mirë se Freedom House. Raportet e ndërkombëtarëve në fakt gjithmonë bazohen mbi vëzhgime që bëhen drejt për drejt në terren në Shqipëri, që kryesisht lidhen me perceptimin e publikut për çështjet të zënë korrupsionit, kur objekti studimit është korrupsioni, apo lirit dhe drejtat e njerëzit në përgjithësi. Raporti Freedom House padyshim që vlen të diskutohet, sepse në fund këto raporte janë, le të themi, indikator që dëshmojnë jo thjesht dhe vetëm perceptimin e publikut, por edhe të dhëna apo tregues të tjerë të cilët të mbledhura të gjitha së bashku krijojnë atë ngrehinën e standardit të lirive dhe të drejtave në një vend. Çështja e të qenërit pjesërisht i lirë tashmë. Në përfat keq Shqipëria ka kohë apo prej kohësh quhet pjesërisht e lirë, pjesërisht demokratike, apo që është shpikur ai termi tjetër që quhet demokraci hibride. Po. Këtë po kujtoja kur po listoja këto. As mish as mesh. As ashtu, as kështu, por edhe kështu edhe ashtu. Kështu që përtej fakti që ka një përmirësim me një pikë, këto nuk janë tregues për të dëshmuar përmirësimin e standardit, varësisht të drejtë ti thej që këto tregues apo këto nivele, këto standarde ne i dim përpara se të referojnë të huajt apo organizatat ndërkombëtare, por gjithsesi këto raporte vlejnë dhe kanë peshën e vetë pasi këtyre raporteve u referohen më pas në mënyrë zyrtare dhe institucionet ndërkombëtare që përcaktojnë politikat dhe marrëdhëniet zyrtare në raport me institucionet shqiptare dhe me shtetin shqiptar. Kështu që mendoj që duhet të merren në konsiderat. E kuptoj, Mentor, është kohë ta bëj këtë pyetje se në kaq vite, po gjithsesi do ta bëj. Mendon që edhe këtë herë politika do ta lexojë ndryshe raportin, pra njëri krah do thotë ja kemi rritur një pikë, krahu tjetër do thotë siç bën gjithmonë. Dhe mendon që do vinë një kohë që në Shqipëri të gjitha palët të lexojnë një raport ashtu siç është, pa e keq interpretuar njëra apo tjetra? Në fakt është tashmë një gjë e zakonshme që raportet, jo vetëm raporti i Freedom House-it, raportet e Transparency International për të standardin e korrupsionit, raportet e Departamentit Shtetit, raportet e Departamentit Shtetit, dhe ato lexohen ndryshe. Raportet e Departamentit Shtetit, sepse raportet në përgjithësi duke patur doza diplomacie brenda nuk janë ato në termin e tyre janë disi më të lëmuar, nuk janë agresiv në të shprehur, ashtu siç duam ne, dhe gjithmonë ata thonë që shiko se ka përmirësime, është rritur kjo, është bërë ajo, pastaj vjen një por mbrapa. Por, dhe ajo që ndodh është që secili lexon pjesën e parë apo pjesën e dytë të raportit dhe interpretimet pastaj bëhen sipas oreksit apo sipas interesave politike. Dhe kjo rregullisht na ka penguar
për ta parë raportin si një përpjekje identifikuese të problemeve tona, për ta parë si një lloj ekzaminimi të sëmundjes pas së cilës do duhet të mendosh se çfarë duhet bësh për ta shëruar, por secila palë është përpjekur që të gjejë aty atë që i intereson politikisht dhe në fund askush nuk merret me raportin për të përcaktuar saktësisht dhe qartësisht problematikën që kemi ne, por secili përpiqet të gjejë aty sulmin dhe dikush tjetër mbrojtjen. Besoj që këto tregues kanë qenë edhe më të dukshëm kur kanë qenë raportet për zgjedhjet që janë edhe më të mprehta, edhe më të ndjeshme, ndërkohë që raporti për lirit përgjithsisht referohet tek liria e medias, tek mundësia që qytetarët kanë për të marrë drejtësi, tek mundësia që qytetarët kanë për të marrë shërbime dhe për të marrë mbështetjen që duhet nga institucionet publike dhe shtetërore. Okej, Vendor, dua ndroj pak temë. Faleminderit për komentin për raportin. Më dua ndalem pak tek situata se bashkë ne kemi punuar në një redaksi për vite me radhë dhe nëse ka një gjë që unë e vlerësoj dhe kam mësuar nga ty, si kryetar që kam pasur, ka qenë fokusimet e temat sociale, se politika atë punë ka. Dua ndalem pak Vendor tek situata që po ndodh me çmimin e naftës. Okej, dikush mund të thotë është gjë botërore, për shkak të asaj çfarë po ndodh në ngushticën e Hormuzit, por a janë marrë masat siç duhet? Dje kryeministri pati një bashkëbisedim me grosistët edhe tregtarët e hidrokarbureve. A janë marrë siç duhet masat për të frenuar të rritje çmimi që ka kaluar 200 lekë, paktën nga ajo çfarë raportojnë dhe kolegët që janë terren, në që dje ka kaluar 200 lekë për litër? Tani unë do përpiqem të mbetem brenda kuadrit aq sa unë mund të shprehem për këtë temë, pasi në terma ekonomike jo terma ekonomik. Do kem pastaj me ekonomist mentor për të folur për këtë gjë, po flas në aspektin e syrit tënd kritik. Ajo që duhet kuptuar është fakti që në një ekonomi të lirë çmimet i vendos tregu. Qeveria nuk mund të ndërhyjë dhe të shkojë të thotë atij tregtarit që nuk do ta shesësh orizin në 1500 lekë, por do ta shesësh 1300, apo ti thotë atij ndërtuesit mos e shit apartamentin kaq për shit e kaq. Megjithatë, për ta bërë dhe unë si raporte ndërkombëtare tash, por ka një gjë tjetër që kush është roli i shtetit, sepse në fund shteti do duhet të qëndronte, apo qeveria do duhet të qëndronte thjesht në zyrë dhe të thoshte që kjo gjë s'më përket mua, sepse i përket tregut. Qeveritë dhe shtetet janë për të ndërhyrë kur ka situata të pazakonta dhe në momentin kur ka një luftë, siç është konkretisht në lindjen e mesme, e cila ka trazuar ndërkombëtarisht të gjithë tregjet e energjisë, veçanërisht të karburanteve. Kujtojmë këtu që edhe një intensifikim i luftës së përhershme Izrael-Palestinë i jepte impakte në tregjet e karburanteve dhe jo më një luftë e kësaj shkallë që ka implikuar të paktën 5 shtete deri tani. Kjo do të thotë që qeveria do duhet të ndërhyjë me masa ekstra, diku duke kërkuar mirëkuptimin e tregtarëve dhe diku duke ndërhyrë me masat e veta. Unë kam parë në 2 reagime nga ajo çfarë kam lexuar. Reagimi i qeverisë shqiptare që i ka shprehur në një farë mënyrë falënderimin tregtarëve që nuk e kanë rritur aq shumë saç mund të donin ata ta rrisnin, dhe ndërhyrja jo më duke reduktuar disa tarifa financiare për të ndikuar në uljen e çmimit, po për të shtuar një taksë të re. Ndërkohë që lexova sot paradite lëvizjen e qeverisë italiane, e cila ka vendosur të ndërhyjë duke reduktuar taksat, pikërisht që të lehtësojë tregtarët, të cilët më pas do të reflektojnë me kufizimin, me uljen apo me mosrritjen e çmimit si pasojë e kësaj krize. Kështu që ajo që do duhet bëjë qeveria, besoj që është që të marrë përsipër pjesën e vet të riskut. Nuk mundet, unë e dëgjova dhe zotin Rama që me një lloj krenarie, do të themi, deklaroi që jo, nuk do ketë kompensim për askënd, përveç pensionistëve,
duke kuptuar këtu që pensionistët në fakt janë një stres jashtëzakonisht të madhe, janë gati 45% e popullsisë në këtë vend, por nëse do të shprehemi pak skeptik apo le të themi të duam të jemi pak të ligj në këtë drejtim, pensionistët nuk janë përdorues automjetesh, nëse do ta kufizojmë koston thjesht tek automjetet. Edhe pse çmimet e karburanteve e shpërndajnë efektin. Po, ajo kalon kudo pasaj, po. Karburantet lëvizin autobusat, kamionët, makinat, anijet, gjithçka që ndikon në rritjen e kostove të produkteve. Pra, për të mos u zgjatur, qeveria do duhet marrë pjesën e vet të kostos dhe të mendoj seriozisht për historinë apo me komponentin e rezervës energjetike dhe të mos kujtohet sa herë zihemi ngushtë dhe skemi ku përplasim kokën dhe themi që do krijojmë rezervën energjetike, një histori që është diskutuar disa herë edhe më herët dhe nuk është ndërmarrë, edhe pse kjo rezervë nuk mund dhe nuk ka pse krijohet në mënyrë të menjëhershme, sepse ka koston e vet financiare, por të mendohet dhe të mendohet që në gusht nga një grusht të populli për të menduar për ditët e dimrit. Okej, faleminderit për këtë koment. Mentor, dhe në fund dua ndalem pak tek ajo çfarë pritet ndodhë të dielën. Kthehemi në jetën politika, tek protesta e opozitës e Partisë Demokratike, protesta radhës kombëtare, çfarë pret? Në një ditë shënuar për Partinë Demokratike, fitoren e parë, 22 marsin, por edhe një ditë feste për besimtarët Bektashi. Partia Demokratike ka thritur këtë protestë për të celebruar, le të themi, 22 marsin, ditën kur me zgjedhje të lira për herë të parë u shënua një ndryshim pushteti politik në Shqipëri, pasi siç dihet për ata që nuk e kanë njohur historinë, zgjedhjet e para pluraliste u mbajtën në vitin 1991, por për ironi të fatit shqiptarët votuan sërish Partinë e Punës, edhe kur kishin përpara alternativat të tjera, duke mos ushqitur dot nga diktatura, dhe u desh një sforca e madhe në vitin 1991, ka qenë një viti i vështirë dhe është dashur një investim i jashtëzakonshëm edhe i partnerëve ndërkombëtar të Shtetet e Bashkuara veçanërisht, për të rrëzuar nga pushteti komunistët që vazhduan të ishin në pushtet edhe me zgjedhjet e para demokratike. Kështu që 22 marsi 92 ishte ai që shënoi zyrtarisht fundin e komunistëve në pushtet, edhe pse është pastaj u rrëzuar komunizmi, është një histori tjetër kjo, se unë mendoj që komunizmi nuk u rrëzua, por thjesht u konvertua. Gjithsesi 22 marsi është dita që shënon ardhen e parë të demokratëve në pushtet si partia e parë jo komuniste, dhe është zgjedhur si simbolik nga Partia Demokratike për ta celebruar këtë ditë, pasi sot Partia Demokratike ndodhet sërish në rrugë në krye të një grupi opozitar, duke kërkuar ndryshime rrënjësore politike dhe duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë për krijimin e një qeverie tranzicioni për të përgatitur vendin për zgjedhje të parakohshme. Simbolika është qëndron ajo që pritet për të parë është pasaj që çfarë do ndodhi. Unë këtu nuk kam asnjë pritshmëri tjetër përveç asaj që kemi parë, duke qenë një protestë në listën e protestave të cilët kanë ndryshuar në fakt qasje që nga 24 dhjetori i 2025-s janë bërë më agresive, janë bërë më të dhunshme, përveç asaj të zhvilluar ditën që në parlament diskutohej apo do votohej kërkesa e prokurorisë për imunitetin e zonjës Balluku, që ishte një protestë paqësore. Të tjerat që janë zhvilluar në mbrëmje kanë qenë konfrontuese, kanë qenë agresive, me përplasje mes policisë dhe protestuesve. Kështu që e shumta që mund ndodhë do të ndodhë një njëjta gjë edhe në këtë protestë, edhe pse nga vetë Partia Demokratike është promovuar, reklamuar që 22 marsi, dita fundit e qeverisë, do ta shikoni 22 mars etj.
Skenari i qëndrimit, mentor, skenari i qëndrimit në shesh, është folur shumë herë me çadra, a ka më vlerë? A vlen më? Tashi duhet kuptojmë një gjë, që Partia Socialiste të dorëzoj pushtetin, kjo nuk mund të ndodhë me një protest, me 2 protesta, as me 40 protesta një herë në muaj. Nuk ka askund që një parti politike të dorëzoj pushtetin që ka marrë, ka fituar, ka vjedhur, të jetë si të doj, por nëse një parti opozitare, një grup opozitar do të duhet të detyrojë partinë që është në kushtet që të pranojë zgjedhjet parakoshme, këtë e bën vetëm përmes presionit. Sepse forma tjetër është humbja e mazhorancës parlamentare dhe qeveria humbet votbesimin. Kjo nuk mundon sepse socialistët janë më të fortë nga numri i mandateve që kanë në parlament si asnjëherë tjetër më parë. Nëse të flasim për presionin e protestës pastaj, këtu do duhet ishte numri i njerëzve, ai që do të bënte ndryshimin. Sepse ne kemi parë që Partia Socialiste apo Edi Rama personalisht nuk është se nuk e njeh frikën e qytetarëve. Ka dëshmuar të paktën 2 herë në protestën për kundër armëve kimike dhe në protestën e studentëve që me gjithë qëndrimet refuzuese, indiferente që kishte në fillim, kur kuptoi që protestat u shndruan në Ortek, u tërhoq dhe u ul për të biseduar dhe për të kërkuar zgjidhje përmes negociatave. Ajo që shikohet sot në protestat e opozitës është protesta spontane dhe protesta jo shumë masive. Unë besoj që nëse në shesh do dilin 50.000 njerëz, nuk do kishin nevojë as për molotov as për gur, sepse kjo turme e madhe do të jepte mesazhet që qeveria do dinte t'i lexonte. Ajo që besoj që mund të ndodhë tashmë në një skenar tjetër është vazhdimësia e protestës në një ajo që me çadër pa çadër nuk ka shumë rëndësi, por për të prodhuar një krizë politike. Sepse protestat bëhen kudo, por që të shkohet një zgjidhje politike do duhet të krijohet një krizë politike që të kërkojë një zgjidhje politike. Nëse protestat bëhen një herë, cila do të jetë kriza politike që mund të krijohet? Kur mazhoranca i ka 83+3 vota në parlament për të kaluar çdo gjë. Domethënë, cila mund të jetë kriza që mund të prodhohet? Kriza politike nuk prodhohet vetëm në parlament, pasi me këtë logjik i bie që opozita të mos shkojë fare në kuvend, edhe po t'i bojkotoj institucionet e kuvendit, komisionet parlamentare e tjerë, mazhoranca i ka ato numra që vetë i propozon ligjet, vet i diskuton, vet i miraton, vet i voton dhe nuk ka nevojë. Kriza mund prodhohet edhe duke krijuar tensione, duke treguar edhe ndërkombëtarisht që ka një problem atje në Tiranë që nuk shkon. Sepse ne kemi parë që edhe përpjekjet e deritanishme nuk kanë shkuar pa u dëgjuar apo pa u lexuar edhe në Bruksel ku proceset e integrimit nuk është se janë duke shkuar, procesi i integrimit nuk është duke shkuar vaj. Së fundi ka patur realisht probleme. Dhe unë mendoj që nëse opozita do të ketë vendosmërinë për të prodhuar protesta jo periodike, por sistematike, mund të prodhojë një situatë. Por gjithsesi mendoj që është futur në një rrugë pa kthim dhe ose do duhet të çojë drejt një zgjidhjeje ose leadershipi i saj do duhet të rishikojë qëndrimin e krye të partisë. Mentor Kuikia, shumë faleminderit. Vlerësoj shumë kohën tënde, se di që ke angazhime, kështu që nuk po të mbaj më gjatë, të përshëndes dhe faleminderit shumë. Ishte kënaqësi dhe për mua. Kënaqësi, faleminderit shumë. Okej, shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish.